Këngëtari i mirënjohur shqiptar Blero ka qenë i ftuar në një emision, i cili së fundmi i ka hyrë dhe rrugës së menaxhimit të futbollistëve, ku ka arritur të përmbyllë transferimet e para. Brikena Selmani, pjesë të emisionit, i ka bërë një intervistë të veçantë Bleros, ku ky i fundit zbuloi si është njohur me bashkëshortjen dhe tregoi ndjesinë si baba e një djali. Keni nisur si menaxher, si po e përjeton? Ishte një ndër pyetjet. E kam ndjekur gjithnjë futbollin, është dashuria ime. Gjithnjë kam ndihmuar të rinjve në muzikë dhe tashmë po mendoj të ndihmoj edhe në sport, u përgjigj Blero. I pyetur se si ndihet tashmë që është baba i një djali, Blero kishte këto fjalë: "Vajza ime do të mbesë gjithnjë numri 1 në jetën time, sado fëmijë të kem. Djali është ende i vogël, por fëmia është fëmijë dhe është i shenjtë." Një ndër pyetjet më pikante ishte se si ai ishte njohur me bashkëshorten. Blero deklaroi këto fakte të pathëna më parë: "Ne jemi njohur përmes shoqërisë së përbashkët. Kur ja vë syrin një femre, nuk ka mundësi të bëhet ndryshe", deklaroi Blero, duke zbuluar edhe më shumë nga njohja e tij me Ronitën e deri tek martesa dhe së fundmi prindër të një djali. I pyetur se çfarë ka fituar nga kjo martesë, Blero deklaroi: "Jam pasuruar në kuptimin e jetës dhe vendimeve të mia, nuk jam pishman për asgjë. Është një mësim jetësor dhe jam krenar që kam pasur të bëj me persona të tillë", tha ai ndër të tjera.